Unë sot mund të ndihem lesbike afrikano-amerikane, pra me ngjyrë, po a më bën kjo të jem i tillë apo e tillë? Pra, e gjithë historia na çon drejt një rrëmbimi, jo vetëm të arsyes, por një rrëmbimi kulturor. Kjo që neve kemi sot në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë është projekti George Soros i shoqërisë së hapur që lidhet me gjenderizimin e shoqërisë. Është fjala për globalizmin ekstremit të majt, që fatmirësisht sot prej vendit ku ne marrim dhe duhet marrim normalisht jo vetëm shtete politike, por edhe orientimin se nga Shqipëria duhet shkojë, pasi jemi aleatët strategjik të Bashkuara të Amerikës. Vetëm 4 muaj më parë presidenti Trump deklaroi që ekzistojnë vetëm 2 gjini. Edukimi gjinor, seksual i fëmijëve të mbetet domen i prindërve. Askush nuk ka të drejtë të mësojë fëmijët tanë në shkolla mbi ideologjizimin gjinor. Askush nuk mund t'i shkojë fëmijëve tanë në shkollat e edukimit publik që nga mosha e kopshtit deri në gjimnaz për t'u thënë fëmijëve djem që mbase jeni vajzat burgosura në trupat të djemve.